Nderuar shikues, edhe një herë mirëmbrëma, sot jemi përsëri në podcastin Aktualitet, po dhe Kultur. Kemi dy pyetje me një të ftuar ton special nga Brukseli. Është fjala për gazetarin Fatos Mahmutaj, që shumë nga ju e njohin sepse pavarësisht është i ri në moshë, po ka një eksperiencë të gjatë në fushën e medias. Dëshiroj t'ju kujtoj të bëni subscribe kanalit. Falenderoj të gjithë sponsorat e emisionit tim që dalin emrat dhe logot e tyre këtu në krah. Kushdo të hynë në kontakt me ta, mjafton të shkruaj emrin në Google dhe të hynë në komunikim për çfarë dëshiroj për të marrë informacion. Gjithashtu ju njoftojmë se ne kemi dhe një gazetë, një website, një gazetë online që mund ta gjeni në Google me emrin okult.org, do ta shkruani kështu siç flitet në shqip. Kanë shqip. Njëkohësisht ju njoftojmë që mund t'i ndiqni video tona me titra në çfarëdo lloj gjuhë që dëshironi, që dhe që i lejon YouTube-i. Mirë, Fatos, mirëmbrëma. Më ndjek, Fatos? Përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Si është ande situata, koha, moti, edhe ndonjë çik avionët e mbushin mirë atë qiellin me elme apo akoma sot kanë haruar? Shiko, me thënë të drejtën, këtu është shumë gri dhe rri gjithmonë gri moti dhe kjo është nuk dallohet shumë, po edhe unë ashtu si juve jam 100% dakord që këto funksionojnë. Diku më ka bërë përshtypje, diku nga në fillim të 2011-s ku kam bërritur këtu në Belgjikë dhe duke përpjekur të mësoja pak frëngjisht, se nuk dija frëngjisht, atëherë përpisha dhe lexoja gazetat belge, aq sa mundi, aq sa kuptoja, për të pasur idenë e mësimit të frëngjishtes, pra ky ishte qëllimi im. Dhe shikoja që nëpër gazeta diskutohej shumë uji rubineti. Pra, Belgjika është një vend që ka shumë ujë, ka sasi të mëdha ujë, ka rezerva të mëdha ujë. Dhe uji rubinetit i Brukselit ishte një nga ujërat më të mirë, pra uji rubinetit jo ujë që shitej, jo ujë me shishe në supermarketeve, po uji rubinetit, pra ishte një nga ujërat më të mira. Dhe kjo vazhdoi deri diku aty nga 2016-17 derisa pastaj u bë jo më i keqi, po super më i keqi. Pra, në këtë momente, dhe me që më pyete për avionët, do thoya që në këtë moment, pra aty nga 2016-2017, këtu qiellin e Brukselit nuk e shikoje dot ndryshe kur ishte blu, pra në raste shumë të rralla, po e shikoje si një rrjet, si ajo rrjeta që përdorim ne për të thurur gardet në Shqipëri. Pra ashtu e shikoje qiellin e Brukselit. 24 në 24. Si rjeta e Merimangës që bëhet me dorën e njeriut nga këta mafia që na kontrollon. Këtu në Tiranë sot e kanë mbytur, po është e çuditshme edhe atë ditë që erdhën këta liderët e Ballkanit, edhe atë ditë odhën që në mëngjes, kurse një ditë përpara nuk odhën, se unë sa dal nga shtëpia kontrolloj qiellin, sepse e di që një nga mënyrat si na sulmojnë për të na shkurtuar jetën dhe për të na mbajtur pranë farmacive është sulmi nga qielli, por dhe nga uji. Dhe madje këto kanë qenë dy mënyrat kryesore kur na sulmonin dhe me elmin e gjarprit gjatë kohës së pandemisë, dhe dy mënyrat të tjera sigurisht që ishin këto me tampon që të fusnin në undë, por edhe në për këto qendrat e mëdha tregtare, duke i hedhur me ato kondicionerët e mëdhenj, peptidet e elmit i gjarprit, sipas shumë studiosëve të cilët thonë se është bashkimi i peptideve të dy elmeve të gjarprit, krejti kuq dhe kobra mbret, sipas një përqindje të saktuar e cila bllokon receptorët e nikotinës në tru që bllokojnë funksionimin e mirë të mushkërisë dhe rënien e kapacitetit të thithjes së oksigjenit. Shiko, unë desha të thoya diçka, do më lejoni të vetëm një fjali? Po. Shiko, këtu në Europë problemi domethënë nuk shihet edhe në këtë lloj forme. Këtu shikohet diçka tjetër. Neve përdorim produkte kimike pafund. Produkte pastrimi. Është tjetër gjë. Ajo ka vite, ka 20 vjet. Ke buz të kuqit, ke dotorantët, ke kolinozi. Ideja është nëpër qendra tregtare, supermarketet, pra nëpër ato vendet ku le të themi publiku shkon shumë, pra që blen, dhe pas një viti të shkon një produkt i cili është bërë një reklamë e jashtëzakonshme, pas një viti dalin
dalin kimistët, dalin laboratoret, dalin njerëzit pra të interesuarit dhe thonë që gjo, ky produkt po na bën këtë dëm, o burra ta heqim, hiqet ky produkt, do të thotë produkt tjetër. Pra, neve kur del produkt i ri, ka publicitet, ka reklam, ka shitje, shpërndahet jashtë mase me çmim jo shumë konkurrues dhe pastaj na del që nuk që nga produkt i mirë. Shiko, për shembull, kemi këto le të themi produktet për larjen e trupit, pra produktet e dushit. Dove, Johnson, dhe ca të tjera, domethënë nuk dua që të bëj antireklama dhe nuk dua që të hap punë vetes me këto lloj historirash, po gjithsesi i shikon ke pafund denoncime që ju bëjnë këtyre produkteve. Pafund ke denoncime. Pra ky produkt ishte dëmshëm për të, ky ishte dëmshëm për të, ky ishte dëmshëm për të. Pra produkte që kanë kimikate të shtuara dhe të padomosdoshme. E qartë, Fatos. Sot do flasim për dy çështje me Fatosin, kështu kemi menduar. Një çështje është për zgjedhjet, sepse Fatosi është një ndjekës i rregullt i një situatës tu në Shqipëri dhe është mendje hapur dhe nuk është i pozicionuar politikisht, por unë përpiqem të zgjedh këtu njerëz si vetja ime, ata që parti kanë atë dheun e tyre. Gjithmonë duke e parë qeverinë me sens kritik, jo se jemi kundër ndonjë krahua, ndonjë force, por sigurisht që ne luftën nuk do ta bëjmë me mullin të erës, me opozitën këtu, por do ta bëjmë me qeverinë. Cilën luftë? Luftën për kontroll të financave që ne paguajmë, sikush nga ne, pak apo shumë, ka një kontribut të caktuar në buxhetin e shtetit. Dhe ne duhet luftojmë që të kontrollojmë se si qeveria i shpenzon dhe i menaxhon këto fonde dhe si e rrit cilësinë e jetës tonë, si siguron rendin dhe qetësinë publike, si ndjek një gjeopolitikë të zgjuar në këto momente kyçe dhe të rëndësishme kur gjithë bota është e trazuar dhe nga një gabim i qeverisë ne mund të apësojmë si kom, dhe sigurisht kemi drejt të japim mendimin tonë. Fatos, çfarë mendim ke për zgjedhjet? Pasi kanë një javë që kanë përfunduar, apo 8 ditë sa i bie, kanë nxituar këto vendet e Bashkimit Evropian pa përfunduar zgjedhjet dhe pa dalë rezultati zyrtar, të përshëndesin ish kryeministrin Edi Rama, i cili ka siguruar një fitore përsëri, të paktën deri tani kështu duket, një rezultat, s'mund të themi një fitore, një rezultat goxha të lartë, të paparashikuar, dhe sa herë zhvillohen zgjedhjet në muajin maj këtu në Shqipëri, nuk e di, rezultatet janë kështu, ka oscilacione të mëdha, fiton njëra dhe humbet tjetra me ndryshime të mëdha. Ndërsa njeru përsëritën zgjedhjet në 26 maj, mos është augur i keq ky muaj maj që mund të përsëriten prapë, sepse një patericë e qeverisë që ka qenë kryesorja dhe dytësorja ka qenë Evropiania, bëhet fjalë për patericën USA, ajo ende mungon dhe deri tash ka shenja që ata mund të kenë kontestime për rezultatin e zgjedhjeve dhe për procesin zgjedhor të zhvilluar me finalizim 11 maj. Çfarë mendim ke ti me sa ke parë, ke dëgjuar, a e percepton pak a shumë në një mënyrë të këtillë, apo ke një mendim tjetër? Mund na e thuash fjala për ju, Fatos? Shiko, atëherë, desha ta filloj kështu, të bëj me që po bëjmë një krahasim të 26 majit të 96 dhe të 11 majit të 2025. Pra, me indiferencë që i bie 29 vjet. Nuk gaboj, po. Pra, që i bie llogaria. Atëherë, kemi diçka. Në qoftë se në 26 maj në 96 u bën zgjedhje dhe të cilat dhe dy forcat politike nuk kishin asnjë lloj ujëbie paraprake. Pra, ish momenti kush do vjedh më shumë, PD-ja pati më shumë fort, vodhi më shumë, bëri më shumë, pra fitoi 132%, atëherë ka është një rekord ajo, 132%. Dhe me 132% fituar nga PD-ja. Si 132, se kuptoj. Po, kështu. Jo, PD-ja kështu fitoi atëherë, 132% i fitoi votat, sepse u hodhën vota më shumë se ç'kishte votu. Jo vendet e parlamentit, ti thua numër mandatesh, po. E kuptoj. Numër vota.
fitojnë 132% të votave, ndërkohë pati dhe 17 deputet socialistë që fituan. Domethënë që në rezultati nga numri i votave që u hodhën kuti, pra i binte rreth 160. Sigurisht që ka qenë një masakër zgjedhore, nuk kanë qenë zgjedhje. Ishte një çmenduri e Berishës me 26 maj, bashkë me ata që rrethonin gazidedet e këta Agim Sheu, që u çmendën. Nuk pati ndonjë zot fuqishëm që ti fliste, ti theshtë ore, makina ka dhe një marsh i ndjetro që duhet të ecësh çik mbrapa, kujdes, prit. S'kishin nevojë ata, po të ecnin përpara, po të ecnin deri tek 100% që, pra sepse dhe Xhaxhi Enveri fitonte 99.99%, asnjë nuk fitonte 100%. Pra në Shqipëri kishte 10 deri në 30 vota në çdo votime që i kishte kundra. I dhe dia ato dhe ishin njerëz që ishin deklaruar se as e vrisin mendje fare, domethënë se kishin ndarë mendjen. Nuk arrinte 100%. Okej, të vim tek tani, tek 2025. Unë mendoj që zgjedhjet e 2025-s, pavarësisht të gjithave, mendoj që opozita u dëmtua në bazë të një marrëveshje që Berisha e bëri për karrigen e vet. Pra, si e bëri këtë marrëveshje? Po t'i shikojmë rezultatet e votimeve, Partia Socialiste nuk ka ndonjë rritje, pra ka të njëjtin numër, të njëjtën përqindje votuesish që kishte në zgjedhjet e fundit të 2021. Pra ka ruajtur kuotën e saj. Ndërkohë, Partia Demokratike... Shiko Fatos, të korrigjoj. Brenda ka marrë 730.000 vota këtu në Shqipëri, nga 710.000 që kishte pasur më përpara. Pra ka një rritje prej 20.000 votash, por ka një rritje të abstenusve prej rreth 180.000 vota këtë vit. Dhe ata e ka kompensuar pasaj me votat, ka marrë 810.000 tashi, me gjithë votat e emigrantëve. Qartë. Shiko, Partia Socialiste ka pasur në zgjedhjet e 2021 48.7% të votave. Ndërkohë, tani ka 53.3%, pra kemi një rritje prej 4.6%. Po pra? Partia Demokratike ka një rënje 13.7%. Pra ka pasur 46.6% në 2021 dhe ka 32.9% sot. Pra kemi një zbritje 13.7%. Ndërkohë, po të shikojmë partitë e reja. Pra kemi Shqipëria bëhet 4% fiks, kemi Partia Mundësia 3%, kemi Partia Social-Demokrate Tom Doshit 3.1%, kemi Lëvizja Bashk 1.5% dhe kemi koalicionin Euroatlantik 1.3%, Djathat për Zhvillim 0.4%, Aleanca Demokracia e Re 0.1%, Aleanca Kombëtare 0.2% dhe Lëvizja Deu 0.1%. Pra, nëse do t'i shikojmë këto, në shkojmë të partitë, shuma të cilën kanë fituar këta, shkon afërsisht aty te 14.5%. Pra, këta kanë marrë elektoratin e djathtë. Pra, dëmin ja kanë bërë të djathtës. Dhe unë mendoj që një vit më përpara, pikërisht në maj të vitit kaluar, kemi atë marrëveshjen e famshme të Berishës me Ramën. Dhe Berisha, për të ruajtur partinë, për të ruajtur kuota, për të ruajtur dirigjimin e partisë, për të ruajtur forcën e tij në parti, thjesht ja fali Ramës të zgjedhjet dhe nuk i bëri opozitë. Po t'i vëmë re fushatës elektorale, kemi shumë thjesht. Berisha nuk u mor me Edi Ramën, pra me kundërshtarin e tij politik, u mor me Zekinen e Fierit. Pra, e uli stekën, e uli deri në fund fare. Pse? Sepse donte që të mbetej shef i opozitës, i një opozitë me besnik të vet, dhe kaq shumë e thjeshtë. Ndërkohë, Edi Rama përfitoi. Pra, lojë është ajo, siç është loja e shahut, siç është lojë tjetër, pra kundërshtari të fal, në të rast të fal, nuk është se gaboj, por thjesht fali, atëherë ai përfitoi nga kjo. Ndërkohë, dihet që Europa sot drejtohet thuajse nga një dorë. Pra, në të gjitha vendet e Europës kemi shumë pak zëra të cilët kundërshtojnë dorën, ato që ju i quani domethënë ajo linja botërore, që ajo dora botërore që drejton qeveria botërore, pra i kemi të njëjtë dhe normalisht qokat njëri tjetrit do t'ja bëjnë dihet ajo përshëndesin njëri tjetrin, rrestojnë njëri tjetrin, pra dihet ajo brenda me njëri tjetrin janë. Ndërkohë Berisha i duhet shefi i opozitës për mos të shkuar në burg, pra të çështje penale që ka, për mos t'u hapur ca çështje të tjera dhe për të qeverisur me besim. Shiko, Fatos, do të them diçka që e kam edhe çudi për veten time. Unë mendonja që forca e parë do të dilte PS-ja, por mendonja që do të dilte ke 72, 73 me
me pak manipulime, kupton? Edhe thash, qofse do t'ja lejojnë këta ndërkombëtarët, mirë, qofse s'do t'ja lejojnë, do t'a detyrojnë me këto proceset gjyqësore, do t'i thonë ke manipuluar disa mandate, kështu që do ulesh 68, 67 dhe me Tom Doshin mendoja që do bëndej qeverisje të brishtë dhe do kishim një ram delikat. Dhe kjo do t'ishte me mirë se sa një ram tash i autoritarizë dhe shumë i fuqishëm. Por, dua të them diçka, unë bëra një sondazh absolutisht të ndershëm, se nuk kam mundësi e të dua ta ndryshoj, e bëra në Instagram, se e lejon të Instagrami. Dhe e bëra ditën e premte, mbas dite, deri ditën e shtunë, në orën 2-3 mbas dite. Dhe unë kam në Instagram kam 45.000 njerëz që unë nuk jam aktiv në Instagram, jam shumë pak edhe në foto, dhe kam 45.000 ndjeksa që as nuk i di se kush janë, s'kam para asnjë. Mund të njoh 5, 6, 7 që më shkruajnë kështu. So unë nuk e përdor Instagramin, më shumë përdor Facebookun, si moshe tretë që kam filluar ty unë, nuk jam shumë aktiv në Instagram. Dhe mendova që do kishte ndonjë avans dhe vum 3 forca politike. Vum PSN, vum PD-n me këtë renditje dhe partitë e vogla i vura top tan. Edhe pyetja ishte, për kë do votoni nga këto të treja? Dhe gjithkohës PS-ja ka qenë 19, 19.2, 19.4, 19.6, 20, 20.01, binte prap nga 20-a, nuk kalovi. Dhe e disa kam votuar? Kam votuar 4.000 njerëz, emrat e të cilve derisa u mbyll ajo procesi, si është ai programi, nuk e di se çuni me vuri atë, dhe dilte dhe secili emër për kë votonte në kohë. Filani për këtë, filani për këtë, filani për këtë, gjatë 24 orëve. Kur u mbyll ajo procesi afati që i kisha vënë 24 orë, doli vetëm rezultati. PS-ja 20% e kam hedhur unë në Facebook. Po, e kam ndjekur, 20% doli e dyta, doli Partia Demokratike me koalicionin, madhështor, që është ajo madhështia e papar në njerë, dhe e treta dolën në pozicion vend të parë, dolën partitë e vogla. Po me indiferencë shumë të vogël, kurse në përqindje ishin nga 20%, po kishin indiferencë të vogël, për disa votash ishin më shumë partitë e vogla. Dhe unë çudita, thash, ore, mos do ngelet vendi pa opozitë, thash, po bën këto 2 partitë e vogla me PD-n koalicion, s'to ketë opozitë në parlament, ç'a bëhet kështu? Domethënë një diçka e papritur, se kam votuar 4.000 veta vëlla, nuk kam votuar 4 veta, kupton? Tashi, hajde mos se po i vëmë një çike e kësaj që mua më ndjekin një çik këto mendjet e pavarura, po duke qenë të pavarur mendova që këta më shumë do ishin abstenus, kurse këta 4.000 veta që votuan në këtë mënyrë, dhe ishin, kur i shikonja emrat atje ishin komplet panjohur, që unë në jetën time nuk i njoh fare. Më kupton, dhe u tmerova, thash, do ngelet parlamenti pa opozit, PS-ja 20% u tmerova. Kur shikoj pasaj, PS-ja vajti 82 deputet, mori 60% të vendeve të parlamentit, do më thënë një çuditje e madhe. Më falë, të bëj vetëm si është një pyetje. Si e shpjegon këtë ti? Ke ndonjë analizë për këtë? Ja, shumë e thjeshtë. Apo mos janë mosha të reja në Instagram dhe të rinj janë shumë kundër? Nuk ka lidhje fare me të, ka lidhje me diçka tjetër. Shiko, sa vota mori Partia Socialiste në këtë zgjedhje? 780.000? 810.000. 810.000. Afërsisht. Po 800.000. Okej, në 800.000 vota, sa administrat ka shteti shqiptar sot? E më mirë se ka shumë njerëz në administratë që njoh unë që nuk e duan PS-n, sepse shikojnë shefat e tyre janë pak, ata vjedhin abuzojnë. Këta janë specialistët, janë shumica. Okej. Shefat e sektorit janë çik më shumë, drejtorët e drejtorive janë ata që manipulojnë me ata që kanë sipër pastaj. Sekretarët e përgjithshëm të ministrive. Okej, keni drejt. Sa vota i solli diaspora Partisë Socialiste? Po, dolim duket një 55%, të 180.000 duket s'kur votuan. 180.000 vota. Tani. 55%. Pra, rreth 100.000 vota ka marrë nga diaspora. Atëherë, të ikurit për shkak të PS-s nga Shqipëria,
akoma nuk kanë arritur që të kenë dokumentacion në për Europë. Dhe si pasoj nuk votuan. Ndërkohë, ata të cilët kanë ikur që në kohën e Berishës. Po ç'lidhje ka dokumentacioni evropian për ta? Ka lidhje dokumentacioni sepse në votime u bë kështu. Në qoftë se mua do më vinte, unë do regjistrohesha tek e Albania, do përdorja një adresë eksakte, pra një adresë reale. Pra do isha detyruar të publikoja adresën time reale ku jetoj dhe adresën e ligjshme. Në qoftë se nuk ke dokumentacion, nuk ke adresë ligjshme, nuk vjen zarfi fare, ka mbaruar punë. Si do të vinte zarfi? Si do ta sjellë zarfi? Se s'ke adresë ligjshme. Pra, njerëzit janë të parregularizuar në dokumenta, janë akoma të parregularizuar. Atëherë, për këtë shkak, votat, pra, kryesisht i shkuan anës që do votonte majtas, pra që votonte me urrëtie për Berishën, pra të ikurit për shkak të Berishës nga Shqipëria. Kjo ishte një nga ato. Ndërkohë, administrata në Shqipëri ishte dhe votuesi i majt në Shqipëri, kemi dhe një votues të majt që do t'ja di fare për administrat apo për benefice për tjera. Ata votojnë majtas e majtas. Janë ata, shtrinë e kanë ata të palëvizshme, atë bërthamën. Pra, strukturat e të majtës ishin shumë herë më të mira. Rama përdori dhe diçka, përdori për programin. Tha, ne kemi program. Cili është programi? Hyrja në Europë. Cili është programi Berishës? Të shporim Ramën. Pra, bëri një diferencë të madhe. Jo. Dëgjoj tash, themi të vërtetën, shiko. PD-ja kishte një ndryshim nga herët e para. Berisha nuk ofendonte, Rama vetëm ofendonte. I ka fyer Bretkosa, Gjarprinj, Zhaba, do me dhënë Këneta, ku dion çfarë ju theshte, 100 gjëra, do me gjithë kafshët më të shëmtuara i ka krahasuar deputetët. Këta, politikanët e kundërshtar. Këta nuk kanë fyer, nuk kanë, si duket ai amerikani kanë ndikuar në këtë llojin e komunikimit. Dhe PD-ja si rallë herë tjetër më përpara ka dalë me një program shumë të mirë. Ja të them unë disa pika që mua më pëlqyen, të them të vërtetën, kupton? Tha që do ndihmoj për atë downin që është ajo pjesa që vihet si barë sigurie kur merret një kredi. Nëse për shembull kolateral quhet ndërtesa, vetë shtëpia që blihet është kolateral, është barë siguruese. Po për shembull garancia, vjet për shembull bën një shtëpi 100.000 euro, duhet të paguash të paktën 30%. 30.000 euro ta jep qeveria. Në qoftë se ke 3 fëmijë, këtë ta fal qeveria nga buxheti me ndryshimet e rregullave që do bënin. Dhe po të vinin mazhorancë. Dhe e dyta, thanë do subvencionojmë bujqësinë me një 6 herë më shumë se sa është subvencionuar deri më sot. Po subvencionimi i bujqësisë do të thotë ti mbash njerëzit tu, nëse ti njerëzit i bën me një shtëpi, sepse gjithë rinia prandaj nuk ble dot shtëpi, se s'ka atë sigurimin, atë primin e parë. Nuk e ka atë, se është 20-30.000 euro, ku t'i gjejnë ata? Sa kanë dalë një jetë, 27 vjet, 28 vjet, fejohen, martohen, nuk kanë shtëpi dhe kjo i detyron të rinë beqar, sepse nuk jetojnë dot. Dhe pastaj pjesën që paguajnë për Qiran, kestin, këta paguajnë kestin e kredis dhe për 15 vjet, për shembull shtëpia ju ngelet atyre. Nuk ju ikën kota ju leku i Qiras, më kupton? Mirë po, kjo blerja e një shtëpie do t'i lidhë dhe me vendin, sepse ti nuk ikën nëse ke shtëpi, që se duhet paguash kestin e kredis, janë pakët ata pasaj që mund t'ikin. Dhe edhe disa pika të tjera do më thënë që më pëlqyen nga qeveria dhe mu duk, nga opozita dhe mu duk që kishte seriozitet. Kurse Rama s'kishte program. Rama theshte vetëm do të, vetëm do të thonë këta. 12 vjet nuk tregojnë çka kanë bërë. 12 vjet prap premtojnë, thonë do të, si do të, ti 12 vjet duhet të thuash, bam, na besoni prap. Këtë bëjnë, tash shiko këtu, nuk bën vaki, unë nuk di të paktën në këto zgjedhjet e vendeve serioze, që të ketë qeverisur një qeveri 12 vjet dhe mos ketë ngrënë konsum dhe prap tjetë në mandatin e 4 tjetë fuqizuar. Kjo është jashtë çdo lloj teorie të shkencave politike. Unë nuk di shembull, kjo mund ndodh vetëm në Bielorusi, në vendet diktatoriale. Më kupton, unë kur ka ikur Berisha më 2013 jam gëzuar. Më kupton, sepse e meritonte të largoheshe, nuk ka më kuptim. 4 vjet të para qeverisi mirë, 4 vjet të dyta filloi të qëndronte në batak. Më kupton? Kishte gabimet mëdhaja në qeverisje,
filloi të rritesh shkalla e korrupsionit, filloi të qeveriste në mënyrë krajnariste me këto vendet kryesore që kishte vend në të gjitha institucionet. Berisha është shumë i prirur mbas krajnarizmit, kupton? Ja është një gjë e gabuar. Votat më të mëdha i merr në jug PD-ja, si numër, jo si përqindje. Si numër merr më shumë vota në jug, se ka dëndësi më të madhe popullsia. Nuk mund ta qeverisësh ti Toskërinë me 10 veta që merr nga Tropoja ose nga Dibra, më kupton? Është një gabim i madh kjo lloj qeverisje Geg Tosk. Më kupton? Në qoftë se ka një të mirë që kur ka ardhur Rama në pushtet, unë i quaj 2 të mira Ramës që ka ardhur në pushtet, që kur ka ardhur. E para ka ulur borxhin publik. Nga 72% theshte Berisha që e lash, por la borxh të fshehur, që ja la arkat bosh PD-s, kishte edhe në tendera të ndryshme për të bërë rrugët, i kishin bërë kompanitë dhe kërkonin parat, të cilat u detyruaj Auda Rama duke marrë një borxh të rreth 600-700 milion dollar. Më kupton, pra edhe një borxh i fshet i Berishës që e çonte në fakt borxhin publik ke 80%. Ndoshta për këtë ka rol edhe Rama, sigurisht, po Arben Ahmetaj. Dhe e ulën borxhin publik. Nga 80% sot borxhi publik është ke 52-53%. Dhe ky është një sukses i madh. Dhe borxhi publik duhet ulur akoma më shumë, në 20%. Ato qeveri që do ta ulin borxhin publik dhe do t'ja heqin nga qafa lakun publikut me borxhet sidomos të huaja, do ta shpëtojnë vendin. Dhe e dyta që i shikoj unë si merit Ramës është aftësia e tij për të hyrë në veri, sepse ishte një gabim i madh ky lloj votimi që pësen e votonin në jug, Arta ishte tera roz dhe në veri mavi. Rama hyri në veri dhe bëri manovrime shumë të zgjuara, duke u lidhur me katolik në fillim, me njerëz që kishin influencë dhe kriminale e kështu, domethënë derisa arriti futi ato kthetrat dhe filloi të marrë mandate në Kukës, diskuton në Tropoj, në Shkodër, ku qa është Shkodra, kupton? Domethënë ka hyrë dhe ka marrë mandate, por kjo gjë nuk ka ndodhur fatkeqësisht me PD-n në jug, sepse PD-ja u masakrua nga globalistët dhe nga ndërkombëtarët. Dhe për këtë i shërbevi dhe Rama. Dhe Rama, kur theshte s'kini parë gjë akoma, nuk e kishte me këto gjërat e tjera më shumë se sa e kishte me 4 mandatet. Kjo ishte, domethënë s'kini parë gjë akoma që unë do ri këtu 4 mandate. Pra nuk perceptohet dot që një qeveri që ka dentur 12 vjet të shtoj votat edhe 30-40.000 vota, kur absenimi është rritur, janë minus 100.000 votues, dhe ti të marrësh nga 710 brenda vendit 730 dhe 20.000 më shumë, me 100.000 rënje, me 12 vjet, me 100.000 absenime, me 12 vjet konsum. Është e pa imagjinueshme kjo. Kupton, s'po fusim në llogari pasaj dhe shtimin me 100.000 vota nga opozita, që dhe aty ka dyshime që ka manipulime. Jam dakord. Po, shko, pjesë e manipulimeve unë do doja që të mos e merrim shumë parasysh, sepse manipulimet e votave në Shqipëri janë minimale. Pra, bëjnë një diferencë të vogël, por nuk janë ato decisive që vendosin. Pra, nuk janë manipulimet. Nuk janë pjesa e manipulimeve që e vendosin rezultatin. Shiko, e ke gabim. Shiko, të t'i them unë. E para, përdorimi i administratës publike në fushat, për të dhënë imazhin që i fuqishëm. Mësuesët, infermierët, tufa drejtorët e shkollave dhe të spitaleve i merrnin në për mitingjet e PS-s, në për rajonet të ndryshme. E dyta, faljet që bëri të gjobave, të këtyre, kupton, ndikoj një grup njerëzish të lëkundur që dale më do t'ja japim se na hoqi 200.000 lekë ose 300.000 lekë gjob. Kjo nuk është e palishme, se në çdo vend të botës presidentët falin, por nuk është e ndershme. Dha leja ndërtimi deri 2 javë para zgjedhjeve, që është e gabuar të japësh leja ndërtimi. AZT-ja duhet të pezulloheshe 2 muaj ose 3 muaj të mos funksiononte. Ai ka dhënë leja ndërtimi. Po këto leja ndërtimi influencojnë, sepse ti ja u jep njerëzve që i ke të lidhur vagon mbas ideve të tua politike dhe partisë tënde. Dhe e treta, janë përdorur bandat.
më beso, se unë i di, në zonën e Elbasanit, bandat kanë bërë luftë për të vendosur njerëzit e tyre dhe për të hequr. Po, e njëjta gjë edhe në Korçë. E njëjta gjë edhe në Korçë. Dhe në në Durrës, e njëjta gjë, në Fier, pavarësisht se në mënyrë më të kamufluar në Fier, e njëjta gjë. Në Vlorë nuk ka funksionuar. Në Vlorë nuk ka funksionuar. Nëse më lejon, në Fier u përdor një metodë tjetër. Pra në Fier u përdor kështu. U morën kandidatë të cilët ishin pjesë e të djathtës, vetëm të kishin familje dhe shumë vota nga mbrapa. Pra makineri vota të djathtës u blen dhe u kaluan majta. Kemi 2 raste të 2 deputetëve, ndër më të votuarit të Fier ose më të dëgjuarit në Fier, të 2 janë raste të djathta. Dhe u morën dhe u kaluan majtas. Pra u bën pjesë e politikës së majt, nëpërmjet kuptohet në të rast dihet ajo punë, s'u marrësh atë tjetër, po është ajo idea, nëse e ke mësuar elektoratin dhe votën me një tas pilaf, mos u çudit kur vjen kundërshtari ta blen me 2 tasa. Apo jo? Kështu është ideja. Po në lidhje me Spakun, çfarë mendon Spaku, të duket asnjënës, atë domethënë që s'ka parazgje, sepse këta ju merrnin kartat e identitetit atyre që ishin që nuk ishin militant të PS-s dhe që këta dyshonin, i jepnin lek, që është një variant i vjetër. Tjetra ishte ajo i trenit, që i thon trenit bullgar. Qartë, që nxjerr votën e bardhë. Po domethënë duket që ishte palosur nga një dorë jashtë, edhe ishin për shembull në një qendër votimi që e ka evidentuar një numëruese e demokratëve, e ka filmuar dhe ka qarkulluar ajo dhe ta mbush mendjen. Të gjitha janë palosur në të njëjtën mënyrë fisarmonike me vulën sipër. Asnjëherë nuk është futur vula poshtë, për shembull që ta ketë ngatruar faqen e fundit ta ketë futur brenda, siç mund të bëjnë njerëzit e zakonshëm. Atëherë vim tek ajo që ju thash pak më parë. Edhe të gjitha këto ishin për PS-n. Më kupton? Të gjitha këto treni bullgar ishin për PS-n. Tjetra, votat e emigrantëve nga Greqia, të gjitha me kryq, asnjë me plus. Kupton, të gjitha me kryq, dhe kryqi një lloj dhe me të njëjtën stilolaps, domethënë dalloheshin që kishte votime të shumta të bëra nga një dorë. Pra, ka dyshime për këtë. Unë kam pasur rastin përpara pak vitesh, kam marrë pjesë aktiv në një proces zgjedhor që bëhej në Itali për votat e emigrantëve italianë këtu në Belgjikë. Dhe e kam ndjek procesin edhe në Belgjikë dhe në Itali, prezent dhe në Itali në qendrat e votimit. I njëjti problem kishte dalë dhe me votuesit italianë që dolin me shqiptarët. Pra, kishte raste kur partitë të caktuara, atëherë ka qenë ky Salvini ishte yli i politikës italiane, dhe për partinë e Salvinit shikoje pafund vota, sepse ai ishte një demagog, një populist i jashtëzakonshëm, një njerëz që fliste shumë, pra i mblidhte dinte që tim elektoratin, ndërkohë ata tentakulat e tij të politikës në vende të tjera kishin mbledhur vota pafund dhe i kishin dëbuar në këtë lloj forme. Pra kemi hasur, i kam hasur vetë, i kam parë vetë në sytë e mi. Për Spakun çfarë mendon ti? Spaku është i panshëm apo? Kurse për Spakun mendoj që Spaku nëse do lejohej, do ishte i panshëm, po politika shqiptare Spakut i rri gjithmonë siç e kish. Pra, le të themi qeveria shqiptare përpiqet që ta stimulojë të godas atje ku do qeveria, ndërkohë Berisha i ka bërë blok. Sepse po të shikojmë emrat e drejtësisë shqiptare, të paktën nga 91 e deri më sot, shumica e tyre vijnë nga politika e djathtë dhe për mos të egzageruar do thoya që një pjesë e tyre emrimeve në drejtësi dikur, pra edhe në kohën e Fatos Nanos, edhe në kohën para 13-s, pra deri para 2013 e përpara, të gjitha kanë kaluar nga ana e djathtë, nga politika e djathtë, dhe për të mos thënë që një pjesë e tyre janë emërime direkt të vajzës së Berishës, pra para 13-s, ndërkohë janë po të njëjtit emra të cilët qarkullojnë. Dhe ne kishim një drejtues të Spakut që u përpol që vinte nga LSI-ja, pra vinte si emërim i LSI-s, ishte ai përpara Dumanit, por ideja çfarë bëri në aq vite sa drejtoi Spakun, bëri vetëm disa goditje shumë të vogla dhe në nivel shumë të ulët. Ndërkohë Dumani ka pak më tepër zell për të vazhduar, po Çekani i të dyja forcave politike i rri Bikok dhe Spaku për mendimin tim në çështje
ku fut punët politika nuk ka asnjë lloj takati, thjesht vazhdon për inerci. Ndërkohë, në çështje të tjera, pra kur kemi për shembull kemi njerëz të cilët shiten nga të mëdhenj, pra lihen, kemi rastin e Arben Ahmetajt, kemi rastin e Erion Velit e tjerë, atyre bjeru me spatë, sepse mbajnë ata, nuk ka problem. Ndërkohë, kur preken tela më lart se aq, atëherë, okay, stop. Skumo çështjen, manipulo çështjen, diçka, shto diçka tjetër, shto ujë, shto miell, bëj, domethënë e sfumojnë çështjet në mënyrë. Shiko Fatos, ky si mendon ti, është budalla Erion Velia, nuk e di kush e ka arrestuar? Po dihet për Erion Velia pse po sillet si Kadria Zbiu, ai thot po, ma partia ime më arreston, thot. Po, i thot ky, partia jote të arrestoni, thot. Dhe ai bën thirrje që nga burgu votoni për Partinë Socialiste dhe bën një artim tash kur e pa që fitoi, mezi po prisa në fakt që tumbiste Partia Socialiste dhe sulmonte Ramën, të binte fuqia e Ramës dhe do mbështeste Berishën për të goditur Spakun, që të shpëtonte, por fitoria e PS-s ishte fatkeqësi e madhe për Erionin. Dhe Erioni i dërgoi këto artimet ditën e shtunë, një ditë para zgjedhjeve, pasi të premte i kishte thirrur Spaku gruan dhe i kishte njohur me 2 akuzat mundshme që mund t'i shtoheshin gruas së Erion Veliajt, pra ishte impresion i madh. E dyta, filloi të godiste përfaqësuesit e Tom Doshit, kur Tom Doshi filloi të fliste kundër Ramës. Dhe e treta tashi i ka marrë telefonin Elvis Roshit, i cili u angazhua pro Partisë Demokratike në zgjedhjet e fundit. Si shikon ti këto, se menjëherë momenti i zgjedhur, kupton, nuk them mos e hetoj Elvis Roshin nëse ai ka probleme, se unë nuk e njoh dhe nuk e di. Po këto reagime kaq të shpejta e nxjerrin Spakun zbuluar që është pjesë. Ka dhe 10 tjera që një syolli dallon. Jam totalisht dakord me të dhe pak më parë po përpiqja të thoja që Spaku në duart e 2 të mëdhenjve është një lloj dyfeku që përdoret për të goditur më poshtë. Pra, Spakun e përdorin si një lloj dyfeku për të goditur më poshtë. Ndërkohë, jo, nuk themi në kohra normale, okay, por flasim tash për zgjedhjet, kë goditi, edhe kë duhet godiste. Goditi Tom Doshin dhe Elvis Roshin, pra unë do t'i thoja të dyja këto, isha përgatitur për ju i thatë, atëherë jemi në momentin kur Spaku përdoret si dyfek. Po. Shumë e thjeshtë. Tashi edhe një pyetje të shkurtër që të fillojmë me atë çështjen e dytë, të banana blu. Është një temë interesante që unë e kisha asur dhe më përpara, por më kishte ikur nga mendja dhe Fatosi ma kujtoi që ta diskutojmë çfarë është banana blu. Pas pak. Por pyetja e fundit është a ndjen mirë socialistët dhe Rama që ende Shtetet e Bashkuara nuk i kanë pranuar zgjedhjet dhe po heshtin? Si mendon ti në qoftë se ata vazhdojnë të heshtin, e para, dhe dyta në qoftë se ata nuk i njohin zgjedhjet si të rregullta nga rezultati i prodhuar? Çfarë mendon se do ndodh? Do kthesha do ta nisja nga e dyta, jo nga e para. Atëherë, të jeni i sigurt që politika amerikane, aq më tepër me presidentin Trump, është një politikë këmbë e kokë biznesi. Ka mbaruar ajo punë. Në qoftë se do të sjell sinjale Amerika që nuk i njoh zgjedhjet, Shqipëria do t'i ofrojë diçka favore para atij në një formë tjetër dhe politika amerikane si një zgjedhje të identifikon si ti duash. Ka mbaruar ajo punë. Ndërkohë, siç duket, hallakati. Po jo, në qoftë se nuk i njeh. Po nuk ka për të arritur puna deri atje. Janë kaq ustallar këta sa ti rregullojnë ato gjëra. Nuk ka për të arritur fare, domethënë, nuk ka për të arritur fare sepse amerikanët kanë dalë me festë për të mbushur festin. Dhe në të gjithë vendet kudo në përbot sot po mbushet festi i Trumpit. Kaq ka mbaruar ajo punë dhe llakatemi kot. Trumpit i është dhënë Sazani, Trumpit i është dhënë gjithë brezi i Zvërnesit, pra si ta quajmë edhe rripi i Zvërnesit. Ju ndërtohet dhe një aeroport për qëllimet e tij, po ndërtohet porti atje përballë
Zvërneci, po ndërtohet porti i ri, pra te po ndërtohet porti i ri i Vlorës, po ndërtohet vetëm në shërbim të këtij, po ndërtohet porti i jahteve, po ndërtohen pra të gjitha këto në shërbim të tij. Atë pse mos i njojë zgjedhjen? Ka mbaruar ajo punë, do të thënë se sot të hallakatemi dhe ta mendojmë. Dhe për mendimin tim, unë personalisht nuk e imagjinoj fare që Amerika mos njojë zgjedhjen. Dakor. Dhe sikur të ishin qenë zgjedhjet e 96-s. Pra, ishte 96, 26, 26 do të ishte, mbaroi ajo punë. Tashi të flasim për çështjen e dytë, shkurtimisht për atë që quhet banana blu. Është regjia, lutem, një foto të artës ku është banana blu. Është një foto që ka formën e një banane dhe që vjen nga Liverpooli, ja ku duket atje lart maja e bananës, dhe vjen deri në Italinë e Veriut, në Milano, në Gjenev dhe në ato qytetet e vogla të tjera, po në Gjenova. Dhe po të shikosh në një pjesë të Gjermanisë së Jugut, kap shumicën e Hollandës dhe të Belgjikës, të vendet e Beneluxit dhe Luksemburgun, kap edhe kryesisht Zvicrën, hyn në zonën e Londrës pasi i afrohet La Manshit nga ana jugore, dhe del deri në Liverpool dhe në Wales. Kjo quhet banana blu sepse ka formën e bananës e para dhe është e dyta ka formën e ngjyrën e flamurit Bashkimit Evropian, dhe ndryshe është e njohur dhe si megalopolisi evropian ose poshti Liverpool-Milano, pra që fillon nga Liverpooli, po duket që këtu e lë anash Parisin. Ka të tjerë që thonë që duhet futur dhe Parisi, është një lloj tjetër banane që kalon nga Parisi dhe kalon deri në Barcelonë. Megjithatë të flasim për këtë që është një korridor urbanizimi në Evropën perëndimore dhe qendrore, ku tashmë janë rreth mbi 100 milion banor, dhe kjo është quajtur banana blu nga një gjeograf francez, Roger Brunet, i cili ka bërë një studim në vitin 1989 dhe kap, siç u thash, zonën e Midlandit që quhet në Angli, deri në Londër, kap metropolin evropian të Lilës në Francë, kap shtetet e Beneluxit me Randstadin holandez, Brukselin dhe shtrihet në Gjermani përgjatë Rejnlandit Gjerman, Gjermanisë Jugore, Alsace, Moselle, në Francë, në perëndim të Zvicrës, Baselin dhe Zyriun, dhe Austrinë në zonën e Tirolit perëndimore, në zonën e Vorarlbergut dhe Tirolit, deri në Milano, Torino dhe Genova, siç u thashë më përpara. Ky gjeografi Roger Brunet e quan këtë konceptin e banana blu një shtyllë kurrizore të Evropës perëndimore, dhe ai referohet të korridori urban të industrisë dhe shërbimeve, dhe siç u thash, ja u shpjegova pse quhet dhe banania blu. Mirë, Fatos, ma shpjegojnë çik kur ka filluar të fuqizohet kjo shtyllë kurrizore e Evropës dhe çfarë arsye në mbrapasken ka ishte regjia, sepse shikuesit e pan dhe fokuso zotin Mamotaj. Po, Fatos, fjala për ju. Shiko, unë desha të thoja që ta shpjegoj këtë. Banana blu, termi banana blu përdor në 1989, por bazat reale të bananës blu apo të motorit ekonomik të Europës kanë filluar në mesin e viteve 1400. Kemi tre ngjarje që le të themi vendosen bazat për 1000 vitet e ardhshme të Europës. Dhe këto i kemi në gjysmën e dytë të viteve 1400, pra duke thënë nga 1450 dhe 1500. Kemi tre ngjarje shumë të mëdha. Numër 1 është rënja e Stambollit. Numër 2 është zbulimi i Amerikave. Numër 3 është shpikja e shtypshonjës nga Gutenberg. Pra kemi tre ngjarje të mëdha. Atëherë, le të marrim një nga një. Në 1453 kemi rënien e Stambollit. Rënien e Stambollit.
Dhe sot e kësaj dite, nuk do të hallakatem gjatë, po Rënien e Bizantit. Rënien e Bizantit. Dhe sot e kësaj dite, ortodoksit ditën e martë e konsiderojnë ditë terti. Sepse është dita kur ishte e martë dita që udhëzua Stambolli. Dhe pavarësisht të gjitha atyre, le të themi, nacionalizmave, preferencave, më quaj si të duash, Stambolli nuk është marrë me luftë, është marrë me marrëveshje. Pra, arriti deri atje, domethënë puna derisa ose do shkatërroheshin të dyja palët dhe askush do ta fitonte, dhe derisa njëra palë bëri një marrëveshje. U vra perandori Konstantin i Bizantit, mbas 3 ditësh e gjetën poshtë ushtarëve të vrarë, ishte mbuluar me ushtarë. E qartë. Pra, jemi në një moment ku u bë një marrëveshje. Pra, pse u bë kjo marrëveshje? Pse europianët, pra le të themi ata të cilët dirigjonin, pra ajo dora, ajo qeveria e padukshme të hiqte fijet e Europës, pse u adhatueshme? Sepse u zhvendos, ekonomia nuk vinte më nga Azia, rrugës Mëndafshit po i humbte vlera, nuk kishin më, domethënë nuk po i flaste më shumë që të vinte letra nga Kina, sepse letra filloi po prodhohej këtej, nuk po duhej më Mëndafshi nga Kina, sepse po prodhoheshin, ishin gjithë alternativat e tjera. Pra, ishte kolonizuar Afrika dhe po vazhdonte kolonizimi në atje ku ishte thesari, pra ishte vetëm thjesht le të themi ai thesi me para, fut dorën dhe merr çfarë të duash, pra ishte Amerika. Pra u zbulua Amerika, u zhvendos ekonomia diku tjetër, u hodhën syt e Europës diku tjetër dhe ja dhanë turqve, merreni, mbajeni ju, ka problem të, po na duhet fare. Ndërkohë, kemi Gutenbergun, i cili shpiku shtypshkronjën, pra shpikja shtypshkronjës do të thënë të zmadhohej dia. Pra dia shufishohej dhe shpërndahej, pra sepse ky ishte qëllimi i librit, pra ky është qëllimi i librit, të kemi dijen të shpërndahej dia. Atëherë, në momentin që Gutenbergu shpiku shtypshkronjën, dhe deri në ato momente dia pra merrej në institucionet fetare, pra merrej në kish, pra nga priti, nga manastiret, pra dia ishte e koncentruar, pra nuk ishte laike, ishte diçka që varej nga kisha. Dhe cili ishte libri bazë i kishës, ishte Bibla. Tani Bibla ishte në latinisht dhe të gjithë priftërinjt, le të themi, të Europës, gjuhën bazë të tyre kishin latinishtën, shumë apo pak, mirë apo keq, gjithë kishin latinishtën, dhe gjuhët lokale nuk është se përdoreshin. Kishim lufta të jashtëzakonshme për të kishin bërë 2-3 vjet më përpara për të përkthyer Biblën në gjermanisht, në anglisht, në gjuhë të tjera, pra ishin shpallur heretizma, ishin djegë njerëz turnë druve, pra ishin bërë një lloj masakrash. Dhe tani këta Biblën e kishin në latinisht dhe shkollën dhe ju thonë sicilianëve, shumë e thjeshtë. Neve mund ta shufishojmë Biblën, mund t'ju mësojmë shkrimet të mbim, dhe pse gjuha, pra le të themi dialekti sicilian është më afër latinishtes se cila do gjuhë tjetër. Pra ajo sicilianëja e asaj kohe. Dhe sicilianët ju thanë, jo, neve nuk na gjen fare për njohuri, sepse ne jemi shumë në terezi. Dielli punon për neve, i mbjellim tokat 3 herë në vit, ulin tan prodhojmë jashtë mase dhe nuk na duhet gjë fare, kemi të ham të pimë dhe nuk kemi pse të lodhemi me juve. Atëherë duhet gjetur një popull tjetër, një popull i cili në bazë të parë kishte punën, dhe punën e kishte në mënyrë të detyruar, dhe ja detyronin rrethanat, jo ja detyronte qefi. Pra, u gjet populli i cili fillonte nga Gjenova në Venecia për të ecur drejt veriut, diku deri në territorin që sot njihet Gjermania jugore dhe perëndimore, pra të merret edhe pjesa e Austrisë, dhe pastaj të ishte qendra që kuptohet Londra, pra Walesi, ishte qendra le të themi e të gjitha fijeve të botës. Dhe këtyre njerëzve të cilët për shkak sepse tokat i mbyllin një herë në vit, pra baza deri atëherë ishte bujqësia, baza e gjithçkaje, dhe industria ishte shumë pak, domethënë ishte një përqindje shumë pak në ekonomi. Atëherë këta njerëzit përveç se duhet të punonin, të mbyllin tokat një herë, të qëndronin në kokë, sepse moti, temperaturat ishin pafavorshme, e tjera, domethënë klima nuk ishte tillë, po duhet të t'i kushtonin dhe rëndësi ngrohjes. Pra, donin energjinë, pra për të ngrohur, sepse shtëpiat e tyre nuk mund të kalojë dimri pa pasur rezervë dru, le të themi materiale për të ngrohur. Pra ishin i vdekur nga dimri. Ta ishin njerëz që e donin punën deri diku. Atëherë shumë e thjeshtë, morën u shënqishuan Biblën, pra ata njerëz u njohën me Biblën, pra u futën në pjesën e edukimit, dhe ishte një popull i cili dashje apo pa dashje u zhvillua, pra mori një lloj edukimi arsimor të detyruar, pra ja dhan rrethanat, ja dha koha,
Dhe në këto momente u vendos që ky do ishte motori ekonomik i Europës. Vëri re, më thuaj, ku në vend tjetër, përveç se zonës të territorit të bananes blu, ne kemi industri në Europë. Kishim, se nga 2017 nuk kemi më këtu, kemi diçka tjetër, po para 2017, më thuaj ku kishte industri tjetër që të mbante Europën, përveç kësaj. Pra e gjithë industria u përqendruar në këto vende dhe hap pas hapi u zhvillua. Dhe kur vendet e tjera, pra pjesët e tjera që janë jashtë bananes blu të Europës, merrnin pra kishin një lloj industrie të caktuar, atëherë e dihet e sigurt fare që banania blu do kishte ikur në këtë industri një hap ose dy hapa përpara. Pra, ishte le të themi motori ekonomik i Europës. Dhe pikërisht revolucioni industrial, që e kemi gati 2 shekuj më pas, pra 2 shekuj më pas e studiojmë neve, se revolucioni industrial ka filluar që në mesin e vitit 1400 nëpër Europë, po le të themi u finalizua apo u bë publik 2 shekuj më pas, sepse kemi dhe ato luftrat e mëdha europiane me njëri tjetrin, kemi luftrat e anglezëve me francezët, pra ato që u quajtën luftrat e hundës, pra ideja për supremati. Kemi goditjen e gjermanëve disa herë nga francezët dhe anglezët, pastaj aleancat, pastaj ndarjen e territoreve, mbien e territoreve tjera. Dhe këto vazhduan le të themi deri në vitin 2017. Në vitin 2014, Komisioni Evropian, desha të them që nga traktati i Lisbonës i 2009 është hetur termi Bashkim Evropian, sepse nuk mund të konsiderohet bashkim, konsiderohet komision. Pra, thjesht është, sepse po të jetë bashkim do quhet federat, dhe Europa nuk është federat. Europa është thjesht Komisioni Evropian, një institucion i cili vendet janë futur me dëshirë dhe qëndrojnë me dëshirë. Kurse në federat nuk mund të jesh me dëshirë, se deri diku edhe i shtrënguar nga masa tjera. Dhe për të shkak e kanë hequr këtë termin e përdorin komision. Në 2014, Komisioni Evropian bëri censusin e popullsisë, përfshi brenda dhe Anglinë. Pra popullsia ishte 500 milion banor. Nga këta 125 milion europian u vetë deklaruan musliman. Pra, 1/4 e popullsisë u vetë deklaruan muslimane. Atëherë, në 2017 Komisioni Evropian në direktivat e tij vendosi. Numër 1 ishi, të gjitha linjat e prodhimit në Europë duhet të prodhojnë 1/4 e tyre halal. Sepse nëse nuk do ta prodhonin këta, do sillnin vendet e tjera, do sill Maroku, do sillte Maroku, do sillte Turqia, do sillnin në vendet e tjera. Pra, pse do të futsh mall nga jashtë kur ti mund të prodhosh mallin tënd? Pra, iku kjo, numër 1 ishi. Numër 2 ishi, në pjesën e bananes blu, u vendos që të hiqej teknologjia. Pra, të mos kishte më fabrika për prodhim materialesh. Pra, sot në vitin 2025, Mercedesi, që është krenaria dhe një nga fabrikat apo një nga prodhimet më të fuqishme ekonomike të Europës, në Gjermani nuk mund të bëjmë asnjë lloj Mercedesi nga A-ja te Z-a, ndërkohë në Poloni mund të bëjmë dhjetra tipe Mercedesi nga A-ja tek Z-a. Pse? Sepse brenda bananes blu u investua në fizik, në matematik, në kimi, pra u investua në shkencat eksakte. Pra për të qenë akoma një hap ose 2 hapa përpara vendeve të tjera. Dhe pjesa tjetër e Europës, padyshim, është pjesë mbushëse. Tani, juve e tekët pak më parë rastin e Parisit. Pse Parisi nuk është brenda bananes blu? Sepse Parisi është konsumator i madh, është një qytet i madh që konsumon, po Parisi nuk prodhon. Pra konsumon, po nuk prodhon. Pra Parisi shikohet një lloj tregu për konsum dhe jo treg për të prodhuar. Ndërkohë, kjo pjesa tjetër është aty ku janë tamam bazat e ekonomisë europiane. Dhe desha ta sqaroja, domethënë qeveria botërore ka zgjedhur. Pse ka zgjedhur pikërisht këta? Sepse këta njerëz këtu u edukuan në një farmace për të vazhduar projektin e tyre. Ndërkohë, sicilianët e humbën rastin. E humbën shumë thjesht rastin. Spanjollët e humbën rastin. Ballkani e humbi rastin. Kurse këta ditën ta shfrytëzonin rastin, pra e morën e shfrytëzuan. Tani, më thuaj, sa nga pjesa e bananes blu, sa qytetarë nga pjesa e bananes blu shkojnë të studiojnë në universitete jashtë bananes blu brenda në Europë.
as 1%. Ndërkohë, universitetet e kësaj pjese këtu, pra fillon nga Anglia deri në Milano e sipër, i ke të mbushur me 90% me studentë që vinë nga anët e tjera, qoftë Europës, qoftë botës. Në një farmase, ky lloj populli u privilegjua për të qenë mbi të tjerët. Mirë, Fatos, të falenderoj për shpjegimin që bëre. Mendoj qoftë se s'ke ndonjë gjë tjetër, s'të ka ngelur ndonjë merak, ta mbyllim. Ju falenderoj jashtë mase. Po, faleminderit juve, ju uroj gjithë të mirat, faleminderit që ishe me ne, natën e mirë dhe miropafshim. Të nderuar shikues, edhe një herë ju kujtoj, mos harroni subscribe të bëhemi 10.000 abonent deri në fund të majit. Të gjithë ata që pëlqejnë emisionet tona që më kanë ndjekur mua vazhdimisht, duhet ta bëjnë një sakrificë kaq të madhe të mbajnë gurin e Sizifit duke ngritur dorën dhe duke bërë një klik. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim.